Deri te gjykata themelore në Koçan është parashtruar akt prokurorial kundër 34 personave fizik dhe 3 personave juridik për tragjedinë në Koçan, ka bërë të ditur krye prokurori publik Lupço Koçevski. Për 11 persona është ndërprer procedura dhe nuk do të përndiqen më tej, sepse kundër tyre nuk ka dëshmi të mjaftueshme. Mes tyre janë ish drejtorët e Inspektoriatit Shtetëror të Tregut dhe 2 ish ministra të ekonomisë. Për antarin e grupit muzikor, po ashtu është ndërprer procedura pasi është në mjekim, si dhe për menaxherin e kompanisë pasi i njëjti ka ndruar jetë gjatë mjekimit spitalor. 3 të akuzuar janë pronari dhe personat përgjegjës në kompani, ku në diskotekën Puls, siç tha Koçevski, kanë kryer veprimtari hotelerike dhe pse objekti nuk ka përmbushur kushtet minimale teknike. I akuzuar është dhe vëllai i pronarit Puls, pasi ai i ka shitur biletat. 3 të akuzuar të tjerë janë inspektorë ndërtimor në komunën e Koçanit, pasi të njëjtët nuk kanë realizuar inspektim ndaj diskotekës Puls dhe kanë mundsuar që ky objekt të vazhdojë të veprojë jashtëligjshëm. Ata kanë mundsuar që Puls të punojë si diskotek. Akt akuzë është ngritur edhe kundër kompanisë së sigurimit dhe 4 personave të sigurimit, prej të cilëve njëri as pak nuk posedon licencë për sigurim. Gjithashtu të akuzuar janë edhe 3 ish-kryetar të komunës së Koçanit, 4 drejtorë të drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim dhe një inspektor gjeneral, i cili gjatë asaj kohe ka qenë udhëheqës i sektorit të shërbimit inspektues të DMSH-s dhe nuk kanë ndërmarrë masa për të parandaluar këtë, fatkeqësisht duke mos realizuar mbikëqyrje. Të akuzuar siç bëri të ditur Koçevski janë dhe 5 në punës shtetëror, një sekretar shtetëror dhe 2 ish ministra të ekonomisë, ndërsa për 2 të tjerë ndërpriten procedurat për ngritjen e akuzave. Ai nuk përmendi emra, megjithse 4 ish ministra të ekonomisë janë kuadër të BDI-s: Balon Saracini, Driton Kuçi, Bekim Neziri dhe Kreshnik Bekteshi. Dëshmi shtesë janë siguruar edhe për një nënpunës shtetëror, i cili në vazhdimsi i ka përgatitur licencat për Puls, duke pranuar dhe dhurata për vete dhe të tjerat. Në akt janë përfshirë dhe 4 persona zyrtar, inspektor në sektorin për inspektim shtip e në qytetet Koçan, Shënikol, Berov, Delqev dhe Vinic. Përgjegjësia është vendosur edhe te antarët e grupit muzikor, kjo për shkak të mjeteve piroteknike. Përgjegjësi për këtë pjesë është vendosur edhe te pronari, menaxheri lokalit Biriti dhe të 4 pjesëtar të sigurimit të klubit, njoftoi Koçevski. Përndryshe në zjarrin që ndodhi më 16 mars në diskotekën Puls në Koçan, po atë ditë jetën e humbën 59 persona, ndërsa më datë 4, 7 prill dhe 17 prill ndruan jetë dhe 3 persona të tjerë, duke quar numrin total të viktimave në 62. Nga zjarri mbetën 196 të lënduar që u trajtuan brenda dhe jashtë vendit.